e dim shumë mirë lufta në Ukrainë që sa vit atje dhe më çdo formë mundohet ta zgjeroj luftën qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoninë e Veriut apo në Malin e Zi, po ishim përpjekje të jo të suksesshme, ishte mirë dhe SBA e ka në kontroll gjithë minë Ballkanin Perëndimor dhe nuk lejon hapjen e zarrit se kjo i komonon vetëm Serbisë dhe Rusisë dhe të kthej atë paktin e Varshavës siç e ka pas qasjen në kokë Rusia, pse jo edhe Serbia, për një Serbi të madhe, po ajo politik ka vdek njëherë për gjithmonë dhe nuk mund të kthehet dhe vetëm me qetësimin e Ballkanit dhe zbatimin e marrëveshjeve mund të vi paqja njëherë për gjithmonë mes Kosovës dhe Serbisë. Zoti Elimi, kemi pasur një tjetër deklarat nga eksperti amerikan Charles Kupchan nga Këshilli për Marrëdhënie me Jashtë, ku thotë se situata në Ballkanin Perëndimor vazhdon të mbetet e ndërlikuar dhe e paqëndrueshme dhe thekson se prania e Shtetet Bashkuara të Amerikës është thelbësore për sigurinë dhe stabilitetin e rajonit, por antarësimi i Kosovës në NATO mbetet i pamundur pa normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë. Cilat janë hapat konkrete që Kosova duhet të ndërmarrë për të avancuar në dialogun mes Kosovës edhe Serbisë dhe për të krijuar edhe kushtet për integrimin? Po vlerësimet e Amerikanit janë shumë të qarta dhe shumë të saktë. Kosova është një stabilitet falë SBA-ve që është me KFOR-in dhe ushtarët amerikanë dhe gjithë kontingjentet të tjerë që e bujnë një siguri të rregullueshme dhe policinë e Kosovës dhe tash edhe me formimin e ushtrisë i dim kapacitetet e ushtrisë së Kosovës dhe është ai 10 vjeçari që duhet të forcohet me kapacitetet ushtarake dhe njerëzore FSK-ja dhe pse jo edhe sa më shpejt FSK-ja të rry kufit e vetë, po ajo kohë është me kohën dhe step by step dhe unë shpresoj, ai vlerësimi amerikanët është shumë i qartë dhe nuk do në komende, do të vetëm investime kapitale, jo inate politike të bashkohet, edhe politika kosovare të bëhen bashkë dhe kundër një armiku shokullor të dalin të bashkuar dhe jo për inate politike dhe për kalkulim politike, do gjendja të vlerësohet drejt dhe mirë dhe mos bëhet avija e gjendje se gjithë amerikanët nuk na arrijnë. Kosovë duhet t'i bojmë forcat tonë sigurisht që kemi policinë të shumë të suksesshme, edhe FSK-n të bojmë ashtu dhe të rritet kapaciteti i aty njerëzore ushtarak dhe armatimet më të mirë dhe mos ketë Serbia hamendje që një ditë mund ta poshtoj Kosovën vesh të mendohet e lërë më të vlerësohet ajo situatë. Unë shpresoj që me një politik shumë të mirë të institucionet Kosovës dhe kundrejt Serbisë vetëm sa më shpejt duhet të largohen njëherë për gjithmonë nga ai mendim shokullor që mundet të rimar apet Kosovën, ai punë njëherë për gjithmonë ka vdek dhe nuk besoj që t'i vi ai moment Serbisë, është e pamundur se tash Kosova i ka institucionet e veta dhe gjitha kapacitetet dhe nuk lejon KFOR dhe NATO edhe njëherë të përsëritet e asak, ajo punë njëherë e përgjithmonë ka marrë fund me reagimin e NATO dhe me luftën e UÇK-s me politikën e Ibrahim Rugollit. Sidoqoftë, jemi këtu që jemi, duhet populli i Kosovës dhe institucionet e Kosovës të japin syt dhe të bashkohen dhe të ecën matuti krah për krah me SBA dhe Bashkimin Evropian dhe mos lejojnë vakume politike vetëm për inate politike dhe për kalkulime politike. Zoti Elimi, disa vende anëtare të NATO si Greqia, Spanja, Rumania dhe Slovakia nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Si mund të menaxhohen këto pengesa diplomatike për të përshpejtuar nga ana tjetër edhe procesin e antarësimit të Kosovës? Unë shpresoj me themelimin e institucioneve të Serbisë Kosovës dhe të jetë një ministër i jashtëm që është i fushës dhe jo mos ketë ministra vetë sa për syfaqe se e dimë ministra i jashtëm me gjithë respektin Zona Gërvalla e dimë që ka dhe qatë ministri thuja si një OJQ dhe besoj që është shumë lehtë për të pas një ministër të tillë dhe shpresoj zoti Kurti do të gjejë një ministër adekuat të fushës dhe të bëjë lobim sa më të madh dhe të ketë negociata me ato shtete dhe të ketë forume dhe të ketë angazhime të paktën maksimal për të bindë ato shtete që ta njohin Republikën e Kosovës dhe mos ketë shteti në status quo në pendik vetëm për mos qitjen e njerëzve adekuat për të dhësh Ministrinë e Jashtme dhe unë shpresoj se me themelin institucione duhet i përvelin mangët institucionet e Kosovës dhe të bëjnë më shumë në punë të jashtme për të ardhur këtë njohja e këtyre pesë të Bashkimit Evropian që nuk e njohin Kosovën dhe është bllokat shumë çështje e bllokon Kosovën mos njohja e këtyre siç e përmendi Spanja, Greqia e të dhe unë mendoj që të vi ai moment sa më shpejt se këto shtete ta njohin Kosovën sa më shpejt dhe të lidhen marrëveshje me shtetënore dhe pse jo edhe të fillojnë
ma shpejt dhe duhet të vi ai moment që edhe këto 5 shtetet të kenë marrëdhënie të mira me Republikën e Kosovës. Zoelimi, nga ana tjetër, eksperti amerikan thekson dhe rëndësinë e reformave të brendshme politike dhe ekonomike. Pyetërin se cilat janë sfidat kryesore që shpengojnë këto reforma në Kosovë dhe si mund të përmirësohet dhe gatishmëria e vendit për integrim transatlantik. Po sfidat e ekspertit amerikan i ka thot në qarë dhe e thonë dhe s'do në koment, vetëm me qasje të mirë dhe zbatim i marrëveshje mund të rritë të qëtësimi i Ballkanit Perëndimor. Si do qoftë, çdo hap tjetër është kundërshtim me politikat e SHBA-s kundër Kosovës në raport me Ballkanin Perëndimor dhe çdo mos realizim dhe mos koordinim i këtyre politikave e çon Kosovën në gremlin dhe besoj që jetë mbas me shumë sende dhe mos ranimi në NATO dhe Bashkimin Evropian është sfidë jetësore për shtetin e Kosovës dhe për institucionet e Kosovës. E qartë, Zoelimi, nga ana tjetër, cilat janë dhe strategjitë më efektive që mund të ndihmojnë uljen e tensioneve midis vendeve të Ballkanit Perëndimor dhe në krijimin e një mjedisi më të sigurt për integrimin? Po strategjia Ballkanit Perëndimor besoj të jetë shumë e qartë dhe komfort politika e Bashkimit Evropian dhe NATO-s dhe çdo sfidë tjetër ose çdo kalkulim tjetër i çdo shteti të këtë farë 6 vend Ballkan Perëndimor. Të paktën nëse nuk koordinohen me NATO Bashkimin Evropian është sfidë për çdo shtet dhe duhet të përshtaten ato politika që i kërkon NATO dhe Bashkimi Evropian me shtytjen e SHBA-ve dhe shpresoj çdo mos koordinim i kushtoj çdo shteti dhe mos realizimin atyneve marrëveshje që i ka me NATO dhe Bashkimin Evropian dhe pse jo mos ketë ndonjë riorganizim të këtyneve politika të gjithë mini Ballkanit Perëndimor dhe të shkojnë si përbashkët si blok dhe mos lejojnë vakum institucional në shtetet e tyre, por të koordinohen me NATO dhe Bashkimin Evropian për politika të afatgjate. E qartë, Zoelimi, nga ana tjetër, duke pasur parasysh edhe pranimin e NATO-s dhe të Shtetet Bashkuara të Amerikës në rajon që nga viti 1999, çfarë roli mund të luajë mbështetja ndërkombëtare në procesin e këtyre reformave të Kosovës? Po reformat e dim shumë mirë si ka sqarimi i Kosovës dhe mos i përsërit të njëjta dhe tash ato reforma ata kërkojnë reformat në institucionet e Republikës së Kosovës, qoftë në polici, në ushtri dhe në inteligjencë dhe të koordinon këtë politika me NATO dhe Bashkimin Evropian duke i prirë SHBA-ja dhe njëherë për gjithmonë këto mos ketë por çdo shtet e thash edhe për Kosovën dhe shpresoj ai modelimi i këtyre politikave konfor Bashkimin Evropian dhe NATO-s Kosovën e bën shumë atë fort dhe gjithë vendet e Ballkanit Perëndimor nuk lën vakum për çështje tjetër, për ndonjë tjetër institucion që mund të vi, po si do qoftë vetëm me Bashkimin Evropian dhe me NATO në Ballkani Perëndimor është i sigurt dhe mund ta bëjnë një gjumë të rehatshëm dhe nuk do të ketë politika tjetër për post NATO-s dhe Bashkimin Evropian dhe të prirë nga SHBA-t. E qartë. Zoelimi, për të mbyllur, ju tashmë mbas ndërprerjes dialogu strategjik SHBA-Kosovë, si shihni raportet mes Kosovës dhe SHBA-s? Po raportet besoj që mbas themelimin e Institutit të Kosovës duhet të vi një politikë tjetër e re dhe duhet të përmirësoj ato gabime siç ka bërë zoti Kurti dhe ato inate mes SHBA-ve dhe institucionet të Kosovës, si do qoftë, unë mendoj që kjo të vi sa më shpejt dhe mbas themelimin e institucionit duhet të hapet dera sa më shpejt dhe qasja krejt tjetër kundër SHBA-s dhe shtetit Kosovës dhe mos ketë vakume se për ndryshe shteti Kosovë pa SHBA nuk mund as të mbijetoj, po as nuk duhet të mendohet anena, po vetëm krah për krah me SHBA Kosova i ka synimet në NATO dhe në Bashkimin Evropian dhe shpresoj këtë mund të arrijë vetëm me SHBA dhe me punë të ndershme dhe punë të mirë dhe me politikat që i kërkon NATO dhe Bashkimin Evropian dhe SHBA. E qartë, mirë, Zoelimi, kemi arritur në fund, ju falenderoj për gjitha informacionet. Faleminderit, kënaqësi. Faleminderit shumë, kënaqësi. Mirë, të nderuar teleshikues, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, ne do të bëjmë një pushim të shkurtër dhe më pas rikthehemi në pjesën e dytë për të folur mbi Rusinë dhe Ukrainën.